Por rikthehemi në studio miq dashur, siç e përmendëm pak më parë, dy djemt të cilët kanë nisur një avanturë të jashtëzakonshme nga Suedia, Danimark, Gjermani, Zvicër, Itali, Kroaci, Maltëzi, Shqipëri dhe në Kosovë. Valoni së bashku me shpejtimin dhe shokun e tyre më të mirë, Maxin. Dhe unë besoj që i kemi në linjë të drejt për drejt për t'i pyetur. Unë më duket që mora informacione që për momentin ndodhen në Zvicër, siç duket e kanë kaluar të gjithë Gjermaninë dhe ja ku i kemi. Mirëmëngjes Valon, mirëmëngjes Shpejtim. Mirëmëngjes. Unë pak më parë përmenda që më duket që keni kaluar të gjithë Gjermaninë nga lart deri poshtë dhe për momentin ndodheni në Zvicër. Edhe vjen pyetja, a jeni lodh? Jo, se me lodh. Mirë kemi kalu deri këtë shtanë. Edhe mos të harrojmë të përshëndesim gjithë shqiptarët banë e banë. Faleminderit për ftesën. Juve, shpresoj të jeni mirë dhe. Ne ju kemi premtuar që do ta përcjellim gjithë rrugtimin tuaj derisa kemi mundësi se si jeni, që përcjellim, që vëzhgojmë dhe ju urojmë që gjithmonë ju urojmë që të keni që shkojnë punët sipas dëshirës dhe planifikimeve që i keni bërë, por unë do doja të më thoni ku ndodheni saktësisht dhe sa kilometra keni kaluar deri më sot. Kemi kaluar 1450 kilometra. Jemi në Zvicër, do të thotë kemi kaluar Suedin, Danimarkën dhe Gjermaninë e madhe. Gjermania e madhe, ishte jashtëzakonisht shumë, a? E madhe ishte. E madhe dhe gjatë. Wow. Si kaloi Gjermania, ka një sfidë në vete? Normal. Ka pas momente shumë bukura, ka pas momente të vështira, ka pas, do të thotë, gjithçka kemi pa. Ja ka vlerë gjithsesi, ja ka vlerë. Valon Shpejtim. Të jemi të sinqert, do doja t'ju pyesja, sepse kur e nisët këtë rrugtim, të jemi të sinqert, a e keni imagjinuar se do të arrinit kaq larg? Po, me pas menu ndryshe, si shumë nisës. Gjithmonë kem pas, kem posat bindjen që kena mja dole dhe çdo ditë më shumë po rritet që e bindje. Edhe vullneti. Unë po e potencoj një gjatë që sot po dukeni shumë më të lumtur se herën e fundit kur jemi lidh. Qysh ka qenë çdo ditë e fundit pak na keni pushu pak më shumë, Maxin ku e kemi, në cilin vend saktësisht ndodheni? Tash për momentin domthonë gjendën e Seiningen, Zvicrës. Me pushu, kena pushu. Pak s'kena pushu. Do të presim me nis, e kemi fiks 8 ditë pushim. Par prom jemi në Zvicër, dhe më thonë. Edhe kemi pas pushim par dje. Jo, par që dhe prom jemi në Zvicër, par dje kemi pas pushim. Dje kemi jetë, sot apo vazhdojna. Faktikisht kena marrë pushim ma pak se që preferohet. Po zara malli që e ke nuk e di, vullneti madhe dhe po në do këtë veç me jetë, mos më nëjnë. Që mirë, shumë mirë. Në cilin qytet në vazhdim keni me bo paka shumë ndalesa, që të paktën këtë shqiptarë që po na ndjekin, ndoshta mundën edhe me ju taku, me ju përshëndet. Edhe pse kanë shumë followersat të cilët po i ndjekin nëpër rrjetet sociale dhe unë nuk e di, a keni menduar se këtë mikpriti do ta gjeni? Vallaj, me thonë drejtën, tash po fillojnë atë të qytetet, na kemi arrit në bazën, edhe jemi të shku drejtim të Zürichit, edhe kjo pyetje ka qenë se na bjen 2 kilometra ekstra, po do të Zürich është kryetësiteti shqiptarëve këtë në Zvicër dhe patjetër do të me vizitu. Edhe kemi me vazhdu drejt Lucën edhe me dorë në komën në Itali, do të pastaj kemi Alpët. Apo se 240 kilometra kemi Alpët, Gotthard, apo si quhet atje. Po kalojna mirë, mikpritjen e kena para po ka shumë që aty, po nashta jo bashkë që shtët, është të vërtet që me kam prit, kemi domethënë qatë e komentojmë me prishëm, si shqiptarë, zemër gjanë, mikpritja. Me thonë faleminderit, është pak, me thonë faleminderit, domethënë. Maxin çush e kemi? A është lodh Maxi? Maxi është në top form, besane që shumë ma mirë se kur jemi nisë është Maxi, edhe të në gjitha aspekte. Edhe na jemi ma mirë. Edhe na pisipsh, po shkina tret njej. Valon, a e gjelozoni për kondicionin që e ka Maxi më shumë se ju të dy?
Kanë herë po, valla. Se na kur do të thotë na normal po ecëm ton ditën edhe zakonisht 11 deri në 1 natët aty nalëm. E ky tek sa herë do të thotë i vjen forca. E do të Maksi. pas të dozojna. Pra miq dashur bëhet fjalë për qenin që e kanë që i shoqëron, i cili quhet Maksi. Unë do doja ta theksoj për gjithë ata që na kanë ndjekur prej fillim kur i kemi patur edhe lidhjet, kanë informacione, por për gjithë ata shikuesit që nuk e din, është Valoni Sufi dhe Shpejtim Gashi bashkë me qenin e tyre, të cilët po e bëjnë rrugtimin nga Suedia, nga Malmö në Danimark, Gjermani, tashmë e kanë kaluar edhe Gjermaninë, për momentin ndodhen në Zvicër. Unë do doja t'ju pyesja dhe sigurisht fundi do të jetë edhe në Kosovë, kur do të arrin. Pra mbi 3500 kilometra, në mos gabojmë Valon? 3200 aty afër. 3200 kilometra, por nëse nuk shkoni Shqipëri-Kosovë, nëse i bini nga Maqedonia, do të arrumballakësojmë me 3500 komplet. Që aty jemi. Me këtë entuziazëm dhe me këtë energji që po i shohim ne Sepse uroj sot, që ti kemi në studio. mos po shkoni edhe nga Greqia, po zgjasni edhe pak me shkum pushime. Vallojnë vazhdo që shtë motivi na ishvalla në 0 kina. Valon, ju tashme keni kaluar komplet Gjermanin, një rrugë, një sfidë jashtëzakonisht e vështirë. Unë do doja t'ju pyesja, cili ka qenë segmenti më i vështirë që deri tani që keni kaluar komplet Gjermanin, të themi, apo Danimarkën? Do thotë kemi pas terrene, gjitha terrenet llojet e ecjes. Kemi pas mal shumë. Kemi pas edhe qytete, edhe fshatra, edhe fusha, bjeshk, në kasëll atje e pjesa ka qenë pak me theksu pak ma e ronë, se aty kemi qenë edhe me karrocën tonë famshme. Ka qenë shija të ditë bashkë. Ka pas më të bagje të keq me enat të mëdha edhe shi, edhe kokrez. Edhe për me cek kështu si rrezik më i madh deri tash si sfidë më të madhe për shohim rrezikun nëpër magjistrale ku nuk po kemi shtigje për komsor, do thotë, aty na ka rënë mes mbi 500 kilometra për skaj magjistrale. 4 orë. Ajo është. Po, a nuk i parashikuat këta gjërat më herët, Valon, apo ju ndodhen I rastisht? kemi parashiku, me thonë drejtë i kemi parashiku, por në jonë që të mos. Kemi mendu të faktën këto shtetet që e ma të zhvilluar me Gjermanie, kemi parapo që ka me pas, por jo aq. Kështu do thotë që aty jemi befasu për të keq, se për këtë Gjermanisë, se na ka rrobë baja kemi ecë në magjistrale, e tash të shofëm marifetin e Zvicrës edhe e rënë shtetet. Njerë mirë në Zvicër dhe më unë, deri këtu, gjithë kanë ka po 3 orë. Unë uroj që të mos ndodhi ajo, por tek pjesa e Alpeve besoj dhe shpresoj që t'ja kaloni sa më lehtë atje, sepse aty më duket që mund të keni mund të ballafaqoni ndonjë vështirësi, por gjithsesi do t'i keni edhe shqiptarët që mund t'ju orientojnë se cili mund të jetë shtegu më i lehtë dhe më i mbar për të udhëtuar. E vërtet, të shohëm s'po parashikojna asgjë, disa na kanë premtuar se këto si në Zvicër do thotë, kur domethënë këta të Zvicrës janë ndonë në Gjermani na kanë prit, na kanë marrë aty në kufi, edhe kështu që mikpritja është, po ne më edhe me thonë që është shpëtime, thonë është pak. Një emocion i veçantë kur na dolën kufi me Zvicër aty. Çdo shtet domosdoshmë është një emocion kur e kalon kufinin s'më. Po që është që kemi cek, çdo hap është një fitore. Bile e bënëm laf me Valonin, po këtim kufit Kosovës, çfarë emocioni ka më punë. Sa bukur. Unë njëkohësisht du me pyetën, moti tash që është në Zvicër, a është i përshtatshëm? Në favorin tuaj? Po. Po, për momentin deri në shtunën është kështu që shtojnë tamam, shumë mirë, por ecje, për shtunës do të jenë temperaturat e larta. Temperaturat do të jenë më të larta. Me ushqim, me ushqim, hidratim, me ujë, me pushime, me këmbët si keni punët, djema. Besoj që tashmë janë bërë si puna asfaltit edhe këmbët, se goxha kilometra, 1450 kilometra, u mësua trupi ma. Po, me kom mos kena problem, domethënë e kem kalu, kur e kem kalu Danimarkën edhe pak, dhe në Hamburg kem pas pak problem me kom, tash është domethënë me këmbët gjithë shkan rregull. I keni rregullu punët me këmbët. Po, edhe që folëm më herët për Alpet. Kjo është sfidë. Na e dina për sa quhet sfidë, domethënë Normal, ka momente që janë vështira. Kena bindjen që kena me kalu edhe atë sfidë, edhe në Kroaci është sfidë. Domethënë është mëzeti i madh, Bregdeti.
Do të thotë pe nga Rijeka deri në Shëngjin, jemi në Bregdet. Do të Bregdetin Kroat, Bregdetin Malazez edhe Bregdetin Shqiptar, deri në Milat, do të thotë kam qenë, edhe aty kemi para pas sfidën, ta themi kështu, më të madhen. Puna e motit edhe rrugë gjithashtu në rrugë magjistrale na bën shumë kilometra me kalu edhe sezoni edhe Sigurisht. po gjithashtu me ndihmën e Zotit Do t'ja nuk ka dilni. që na ndon. Pa diskutim që do t'ja dilni, por këtu mendimi im është që duhet ju ndryshon strategjia e lëvizjes, më mirë është që të udhëtoni gjatë natës se sa mendoj gjatë ditës që të pushoni, sepse duke i ditur që temperaturat janë jashtëzakonisht të larta. Edhe atë rutinë kena bëu domthon do të që kon shumë zet, kena jetë gjatë natës, ditën domthon kena pushu. Një balans i duhur. Për arsye që të shmangeni edhe diellit të tepër, sepse temperaturat veç më kanë filluar që në qershor, temperaturat kanë arritur në 33-34 gradë Celsius, që realisht nuk është në favorin tuaj, por fukaraja thot më mirë 1 metër katror hije se sa 1 metër katror dru. Nuk e di a dakordoheni apo jo? Është. Shumë vërtet. Kështu që do mundoheni të gjeni shtigje ku ka pemë më shumë, në përhije edhe mbasi edhe mund t'ju zgjatet ditët e parashikime, por gjithsesi uroj që jo. Unë do doja që të flasim, po Valbona, të lutem. E kam një pyetje unë, sepse tashmë disa herë që kemi bërë edhe lidhje të drejtë për drejta, e kanë treguar edhe arsyen pse po e bëjnë këtë sistem. Që u përkujtojmë edhe një herë shikuesve arsyen pse gjithçka filloi në një ndër avantura do ta quaj më ekstreme që keni vendosur ta bëni në jetën tuaj dhe që po na përcjellni edhe neve emocione gjatë gjithë rrugtimit, por edhe gjatë rrugtimit deri më tani a ka ndryshuar, a janë shtuar disa si them arsye më tepër, motive më shumë që po e kryeni edhe gjithë këtë rrugtim. Po, është e vërtet. Do të thotë na ju rastësisht e kemi marrë, dhe me thonë, këto vendime, që t'jemi në TikTok, që t'jemi live, se kemi pas dëshirë këtë rrugtim ta bëjmë së bashku me krejt shqiptarët e gjithat vende ku jetojnë, dhe thotë. Edhe shumë e vërtet që janë motivu e janë inspiru shumë njerëz nga kjo iniciativë. Edhe për me veçu kështë, dhe thotë që edhe na po motivuam, se ata po motivuan është njerëz me shumë sprova të ronda, me shumë lloj smuje, që na shkruajnë çdo ditë, që besoni nuk mundem edhe me mrimi lexoj gjitha mesazhet që na vinë, po aljosh neve sa të ecëm, na keni dhënë kuraje për jetën, na keni, domethënë, që kjo është ai mesazhi kryesor që na keni dashur me çu te njerëzit, do thotë me aktivizu njerëzimin, edhe me thonë mos e dorëzoni, edhe po ne më ja kena dorë. Edhe që kjo është, do thotë ajo që është ambitor, që thojmë ne, që edhe na po motivuam, sa ata po motivuam. Me konë sa më pozitiv, veç pozitiv me konë. Po mundom me shumë mesazhe të rinia, po mundom dhe me thonë njerëzve me motivu njerëz, me inspiru njerëzit e po, kanë filluar edhe kështu njerëz të zakont na pyesin çfarë mbosën ai kena, do të thotë se në shkupi blejnë të njëjtat edhe janë motivuar njerëzit shumë. Valon, unë do doja sepse mbrëm në rrjetet sociale, konkretisht TikTok, hyra për t'ju bërë ftesën për sot, por ishin aq të shumë shikuesit, edhe për kraksit, sa që ajo biseda ime që e shkrojta, iku fluturoi shumë shpejt dhe e di që është e pamundur për t'i lexuar të gjitha, sepse jeni gjatë udhëtimit, por unë do doja t'ju pyesja, a jeni të hapur nëse dikush nga shtete të ndryshme që po qarkulloni që t'ju bashkohet? Do thotë por më bashku prej këtë deri në destinacion e fundit, nuk e pranojmë askën, arsyeja vetëm është që domethënë të pas parasysh është rrugtimi gjatë. Përgjegjësia është e madhe. Është përgjegjësi shumë e madhe, janë çështja na çefet lloj-llojshme edhe kështu që është pothuajse e pamundur se edhe veç dy që jena, edhe me gjithkon nuk bëhet ky rrugtim. Po se bëhet bar shtesë. Sigurisht është shumë vështirë. 24 orë bashkë, do thotë sojna unë me shpëtimin nuk ka edhe dy persona, nuk mund me gjithë që jetojnë 24 orë, çdo sekond bashkë, do thotë është e pamundur. Kështu që për një distanca shkurtë, do të themi prej një shteti në qytet gjithmonë të mirë sa ardhën. Ama nga këto shembull deri në Kosovë, jo na vjen keq. Sigurisht. Jo, më se pranueshme, për mua është një
Po, më falë se më ndërprer, po është shumë arsyeshme sepse pikërisht janë edhe njerëz të panjohur, mirë po mbi të gjitha është edhe përgjithësi që po kyçe në rrugtimin tuaj, kështu që ashtu siç ka filluar, do të përfundon edhe me sukses udhëtimi i plot deri në Kosovë. Mirë po që mund të bashkohen për disa orë, të themi, deri në ndonjë qytet tjetër, pse jo? Fanca që i keni dhe që ju ndjekin Po bashkërisht mund të thonë se bëhet shumë interesante. Po, interesante. Qofse një tuf njerëzish të cilët në ndonjë shtek, të themi kilometra pak, mund t'i shoqërojnë, do ishte shumë e bukur. Nga një stacion i trenit në ndonjë stacion tjetër, e kupton? Për tek Kaja, tek Goja, të themi. Me thonë drejtën, se përket kësaj teme, në fillim, para se ne me fillum këtë rrugtim, na kanë shkruar, na kanë pyetur shumë njerëz, a bën marrë me juve. Po është interesant, pasi jemi nis, asnjë pyetje nuk e kemi thirrur. Edhe ju kemi thonë do të thotë rrugës njerëzve, po mundi marrë që keni qef në 20-30 kilometrash me neve edhe nuk kanë ndodhur. Sa për të ndryshuar muhabetin, a? Bile, që dënë dikush më orë më bojt karrucën, lirës më orë dhe orë. A, ty ndryshon muhabeti. Ose, ata që kanë dëshirë, t'ju shoqërojnë, le të përgatisin Barceleta për të bërë udhëtimin në ato 10-20 kilometra, pak më interesante, jo ato që i dini. Unë të doja të flasim pak edhe për ata të papriturat, ose gjërat të rrezikshme që mund të ju kenë hasur, uroj që jo, por a keni patur gjëra të papritshme gjatë rrugtimit tuaj? Që nga telefonata jonë e kaluar. Të papritshme... Sepse e dim që një kohë ju kishit me karrocën një problem, duket? Po, kemi pas me karrocën problem. Karrocën, me thonë drejtën, ka gja shumë në karo, mos me bajt, mos me marrë mas vetet, se të thotë gjithmonë e lujnë dikon edhe po na binë të në kohën mas 2-3 për mon njoni për bjente tjetër dhe kështu për vazhdan. Edhe në kanë jetësu shtëpë, më një falenderojna. Po, sa në drejtën i kena para po me shumicën e seneve që na kanë ndodhë. Ndodhja ma e modë ka qenë, nuk e dhja ka qenë para intervistët dhe pas, që na kanë ndodhë derat e egër minimal. Po nuk, për fat nuk na kanë sëllë mua dhe me thonë drejtën saj për kesh tozve të egër, shto ma shumë ja bojna dhertin gojden maksit se dhe neve. Po, jo kështu, po sfida më e madhe, rreziku më i madh është në trafik. Trafiku, pa. Domethënë gjatë autostradave. Në karo me jetë edhe tonë notën, unë për mi 3 orë potra veç në për pyll, në pyll të madhë. Pyll të notën, po pak mirësisht, s'ka pos diçka të jashtëzakonshme për na, bile ka njerë po thëmë me po menduar diçka, se s'ka të këtë interesant. 4 orë me kalu në për pyll, mos menduar kur do interesant diçka. Që të thot, pyet nuk ka kafshët e tegra, atje për që ndodhër? Po nuk e di tash na, ja jena qash mund, to si na pi tremë ma po. Fantastik. Do të thua që edhe kafshët e pyllit kanë frikë nga ju, apo jo? Po se paraj me cek, ishim një mbromje, rreth orës 2 natës, ishim pëll edhe dolën nga 2-3 arusha. Edhe kur na po neve, ekën. Iku arusha. Me siguri për shpejtimit ka ik. Ose Maxi. Mos e thoni kaq herët këtë gjë se kur të vini ka Ballkani, arushat tona janë më ndryshe se ato europiane. Janë më të dopta, më të imta janë kështu, po. Unë e kom përgjithësim po. Më fitin shkurta i kemi ne. Këtu më temta që janë. Zakonisht të kifrat e këto gjonat këto. Po kënena i kemi krejt, të lirë i kemi në pyjet tona. Ja, normal. Dhe më thonë se po na pyesin shpesh apo keni frikë. Tash frikë nuk kemi, po... Frikën e lëm në shtëpi, thuaj. Normal, ama gjithsesi do të jemi vigjilancë. se... Sigurisht shumë dhe mëllë. Absolutisht. Do doja të më tregoni impresionet tuaja prej gjatë rrugtimit tuaj. Suedi, Danimark, komplet Gjermanin. Dini ti ndani këta 3 shtete, 3 vende me gjërat më interesante që ju kanë ndodhur, sepse të papriturat vazhdojnë që t'ju presin edhe në Zvicër, edhe në Itali, e të tjera. Po deri më sot, cilët janë ato befasit më të lumtura që si keni planifikuar, por ju kanë ndodhur? Befasit, respekti ka qenë i jashtëzakonshëm në Gjermani që nuk do thotë e kemi pa, unë të paktën unë për vete më me thonë që si popull Gjermani i kom pa disi ma të rept, ma të pëtoft, se edhe s'po du me qenë qatë fjallën e fundit, po për në me kena pas respekt të jashtëzakonshëm,
se do thot ecja që po bujnë na kur t'jo spjegojnë atë çka e qysh, po manitën edhe për na respektojnë shumë, edhe respektin e veçantë e kena fal Maksit. Do thot kanë shumë respekt dhe dashni për kokë. E të një qote po hinë edhe në shpatime. Nëse vlen në tek Po gëzoni respektin prej Maks. Edhe një rast, nëse vlen në cek, domthonë në natë që kena pjetë një park, kanë orë policia në mëngjes i ka lajmëruar dikush. Edhe momentin që i kem tregu që te ndeshëm, domethënë edhe foto kanë bënë ne. Bile i kem bërë më 2 orë në për qytet. Na kanë përshëndet prap. I ka duke shumë sa një mirë, shumë sa një interesant, të mos të kanë zirë asë një problem. Po, kemi flajt në për oborët Gjermanve, kemi flajt në për fushas të dësat. Se shumë pysin për polica, keni, se në shqiptarë se di pak tutën për polici, nuk e di pse edhe për qenit. Për kina do trauma kështu, kam bet. Edhe për qenit, a ke po që din të mija i thërë shuj se qenit hanë. Jo, më sekundë është ta ide ma e mirë me ju që pak në stacion veç me pushu, jo për diçka tjetër, mos nuk e që kuptoni. Por të si kanë mirë pritur, e zakonisht shumë mirë. Erën në gjes, për këtë orë më brau meshën, shku me gjithë shefësin, e kom plodhe, për erën në gjes, Për bes, po, kur ardhen aty edhe, alo, na, dhe të mirë që policia të më ponë. Një pushim me zorë kështu. Kur na ponë, për në me edhe fillun me kesh edhe na pyetën çka është problemi për i kallëzum. Edhe shumë respekt, shumë respekt. Edhe në për shtëpia, kur po shkojmë privat, dhe thot po na çojnë në borët e tyne, për po ripë muj, po na dhojnë edhe longje, pemë, gjitha të mirat. Që po ne me respekt. Edhe në trafik janë shumë të kujdesshëm. Ushtofshin të mirat e rrugtimit tuaj? Në Danimark nuk kanë qenë do të thotë zero ka qenë respektin në trafik, po konë katastrofë që përmenet cili shtet. Gjermani shumë ma shumë ka qenë, ma kujdesshëm kanë qenë Gjermani se në Danimark. Tashi nga xhelozia zviserianët do bëhen edhe më të mirë se gjermanët. Më besoni. Dhe pastaj sigurisht që do vazhdojnë kjo edhe italianët, dhe do vazhdojnë kështu me radhë. Na po thojna kështu, kjo është marifetin krejtve, edhe të ne masome këna me tregu drejt, nuk ka as... S'ka hatër. Pa hatër mbetje. Qashtë që nga presin, po na pysin me motën që keni punë, po thojna kanë fillu pak më na prish, më na dëmtu, po është marifet juve, na që të dotën këna me shku. Valon, me që jemi edhe 2 minutat e fundit, që ty mos marrim edhe shumë kohë ju, më thoni, kush ju mungon më së shumti? Familja. Familja, në nërgjës e se fëmija. Ju përcjellin, jeni në kontakt gjatë gjithë kohës? Po, patjetër. U bile se dhe po të rosë në gjoni Google, 3 vjeç në thirri, nuk ka morë dogë. Po, me thonë drejtën tash që me bu edhe me këta që po futën me një event TikTok live, ndash besën e ndashmor që na kanë hinë zemër të gjysh, por ne na kanë bu si familja. Jeni familjarizu, po. Shumë e vërtet. Ruktojmë bashkë, po ruktojmë. Kur jemi, dhe më thonë, pak një kohë që nuk jemi live, na shkujnë, ku jeni, na bu marak, veç të regonen e ajni mirë, po me me na familjarizu me kre shqiptarë. Mesazhe përkrakse nga të gjithë shqiptarët që i keni si ndjekës, të cilët po e përcjellin udhëtimin tuaj. Unë ju falenderoj shumë për zemërsisht që në datë kohë ne do të vazhdojmë që të jemi në kombas kohë, të kontaktojmë dhe për sfidat, ballafaqimet të cilët i hasnin në vende të ndryshme, por fillimisht urojmë që të keni rrugtimin ashtu siç e keni planifikuar, ashtu do t'ju dalë dhe shpresoj që pas 2 muajsh do takohemi edhe këtu në Shkup. Po, definitivisht. Sepse atëherë do jetë nga fundi i kushtit. Ndërsa Detroit do t'ju bashkangjitet prej Dibrës deri në Blac. Prej Dibre deri tek restoranti, do jemi bashkë. Faleminderit shumë Djema, rrugë të mbarë dhe jemi në kontakt. Sepse marrë në veç 30 sekonda punë. Në ndesin TikTok, pa pas hopin. Edhe shpresojmë tash në tarmën se po një me do të me cek, nuk është more, është një kosta e jashtëzakonshme për këtë projekt, për këtë rrugtim. Deri me tani nuk e kemi as edhe një sponsor, vetëm. Edhe kush ka nevojë, kush ka mundësi, mund t'ju përcjell dhe t'ju ndihmoj. Po ndonjë reklam apo ndonjë gjë, se për ne kena shikueshmërinë shumë të madhe, 12 milion shikueshmëri e kena deri tani. Fantastik. Edhe i shkojna për bashkëpunim, për ndonjë reklam, për ndonjë sponsor, që na paguajnë pak s'vado. Me mundësi do kosh. Kështu që gjithë Mërgatës po i bëjmë thirrje, gjithë ata që kanë mundësi, le t'i përkrajnë këta djemë të cilët po bëjnë një sfidë të paparë ndonjëherë. Djema, faleminderit shumë, rrugë të mbarë dhe dëgjohemi. Faleminderit shumë.
Miq të dashur, ne po japim fund emisionit këtu me shpresë që do shihemi nesër me datë 11 qershor. Mos harroni obligimet që i keni për sot. Duhet i përfundoni. Faleminderit Valbona. Regjia, Kemi kaluar kohën. Shihemi Nesër një të kohë një të vend. Deri atëherë, mirëmbëjtje të gjithë. Ditë fantastike.